Përshëndetje, ndodhemi në qytetin e Krujës, qyteti muze dhe me tradita ku përtej Kalaz dhe Pazarit Vjetër, këtu mbahet gjallë një zanat i hershëm i trashëguar brez pas brezi, punimi i qeleshes. Dhe pikërisht jemi në Pazarin e Vjetër tek punishtja Hyrseni, ku bab e birë, ndriçimi dhe ardiani vazhdojnë të ruajnë në këtë traditë të hershme familjare. Në Kruj, mes kaldrëmeve dhe mureve që mbajnë histori, vazhdon të ra edhe sot zemra e një tradite të vjetër. Një traditë që nuk flet me fjalë, por me duar. Është punimi i qeleshes, simbol i identitetit shqiptar, i thjesht në pamje, por i thellë në kuptim. Në këtë punishte, çdo qeleshe nis nga leshi dhe përfundon si një dëshmi kulture. Procesi është i gjatë dhe kërkon durim. Larja, gjeshja, formësimi dhe tharja bëhen një nga një, ashtu si që janë bërë prej brezash. Sot gjithnjë e më pak njerëz e ushtrojnë këtë zanat, por ata që e bëjnë e ndjejnë si mision për të mos e lënë traditën të shuhet. Me anë të këtij harku të vjetër, këtu prapa realizohet procesi i parë i punës, që është prishja e materialit. Si që shikoni, materiali hapet. Edhe bëhet gati për t'u përpunu pastaj. Ky profesion është i trashëguar në familjen tonë prej 6 brezash. Për të realizuar një qeleshe, na nevojiten 2 peta të tilla. Sot ka rastis që kemi në dorë material me ngjyrë të zezë, por procesi është po i njëjti, si me të bardhën, ashtu edhe me të zezën. I gjithë procesi i punës realizohet me ujë të ngrohtë edhe me sapun. Unë kam rreth 17-18 vjetë, nuk di ta them eksaktësisht, e kam njësi vogël. E vështirë ka qenë fillim edhe është akoma e vështirë. Zanati ishte në familje, edhe ishte gjyshi që insistoi të më mësonte. Gradualisht, me kalimin e kohës, proces pas procesi, derisa ja doli që ma mësonte. Tani ky është procesi i ngjitjes. Materialet sot është bërë vështirë shumë për ta siguruar, sepse nuk ka. Atje ku e sigurojmë ne, edhe ata blektorët po i shesin ose po i heqin baktit. Ka rastis tani që na ran dorë pak kështu material me ngjyrë të zezë, me u mundu me punu. Të bardhat janë më origjinale, tradicionale, kurse këto edhe të zezat, po më pak. Veç qelesheve që janë primare, punojmë papuçet, punojmë disa produkte të vogla zbukurimi. Këtu nis puna mëngjes, në 7 mëngjesit. Edhe nuk është se ka një kohë caktuar, sepse varet se si ecë puna, edhe nuk është se prodha edhe shumë ditë. Për të realizuar një qeleshe, ka rreth 12 procese pune, ti marrësh gjitha nga e para, edhe duhen të paktën 2 orë gjysmë për një. Gjitha proceset kanë vështirësinë e vet. Janë të vështira dhe të lodhshëm.
nga kaq vite, edhe sot e punojmë me kënaqësi ashtu si ditën e parë. Turistët vinë nga vendet më të ndryshme. Sezoni nis nga marsi, prilli, edhe deri në shtator, tetor, që ka fluks turistësh, ndërsa tani është një periudhë e vështirë, sepse nuk ka vizitor. Tani është procesi ngjitjes, siç ta thash, që bëhen bashkë këto dy petat që pa në fillim. Edhe pastaj duhet të vazhdosh ta punosh, që ta mbledhësh, që ta rri masën e duhur për ta vendosur në formë ose në kallëp. Prandaj ju thash që nuk është se ka një kohë fikse që ta punosh, sepse do ta punosh deri kur ta rri masën e duhur. Kjo duhet të qëndrojë paktën 24 orë në formë, në kallëp që të thahet aty. Pastaj është edhe i proces që pritet ajo pjesa e fundit, edhe është gati për t'u tregtuar. Shqipëria mesme ka dy qeleshe, përdori një të tillë, edhe është një më e lartë se kjo, qeleshe e Tiranës. Ajo vjen edhe me grop sipër, që është e lartë. Pastaj kjo është e Veriut, edhe Kosova e përdor të tillë. Kjo është Dibrane, është pak më e lartë, ndërsa ajo aty është e Jugut. E Jugut ka edhe një antenë sipër. Zona Labris, Gjirokastra, Tepelena, Saranda. Tani është procesi i mbledhjes, se duhet ta punosh në të gjitha drejtimet, që qeleshja të zvoglohet. Se po ta shikosh, kjo tani është e madhe. Kjo tani është qeleshja e punume, edhe është gati për t'u vendosur në formë ose në kallëp. Në anë të këtij instrumentit pasi e vendosim në kallëp, duhet punuar akoma në formë. Në anë të këtij instrumenti tjetër, e punojmë akoma në formë. Mbas këtij procesi ka edhe një proces tjetër, që është brisku. Në anë të këtij briskut i heqim këto fijet e tepërta. Ky tani është procesi i fundit, që i japim edhe një dorë. Në anë të këtij instrumentit është kjo një cop dras, por neve këtu i themi bërdaf. I japim dorën e fundit qeleshës, përpara se ta vendosim diku që të thahet, sepse kjo merr edhe kohën e vet që të thahet. Kjo tani është një qeleshe e përfunduar. Ky nuk është zanat për t'u pasuruar. Kjo është thjesht me punu, me rujt, jemi mundu me rujt me shumë sakrificë. Shpresojmë shumë që mos zhduket si profesion, sepse është një nga zejet më të vjetra që ende është gjallë sot e kësaj dite në këtë pazar. Qeleshja nuk është thjesht një pjesë veshjeje, është histori, kujtesë dhe krenari.
Dhe në Kruj, falë këtyre duarve që punojnë me të njëjtin pasion si dikur, kjo traditë vazhdon të jetojë,